Këtu jetoj që 10 vjetë. Kam djalin dhe gruan për kësaj smujnë e epilepsisë. Kam kushtet e rënda, me një rrugë s'po më as me marrë shtëpi, as me pas zgjedhje ilaçe s'po më dalin që duhet, me hangër me pi. Valla po në servis si kërë se ato lare dyet një vend e ka ai shefe, kur ka nevojë më thirr, kur s'ka nevojë rrin shtëpi. Hin qanë, hin moca, gjorbën pra me kum hin për çtushë. To rrezik me të mëzonë dhe tavani vëlla. Jo më kaj çfarë që kur kum qit një dros. Krejt çilosh që Vëlla tregom, a mundesh ti me bërë renovim që të shtëpi? vallahi valla. Pse? Se kjo është e shtetit, kur du na qisen. Pasha zëdh ma shumë zër jam për një shtëpi. Që ati djallit jam e degli me zhektina, di se ja kom do një stërhem. Një stërhem. Kështu me një rrugë ty për s'ka më mund korra, 100 vjetë me jetu. Shans të rike me avaru shpinje. Përshëndetje mislimi dhe shikuese shqiptar që krejnë nga ona lindje. Së dinon Ndërnas, ma saksisht të barakat e Feroniklit, ku mrapa me është shtëpia e Sajit Malokut, i cili jeton me grua dhe me djalë për jeton në kushte kogja si shumë të mjerueshme. E sot në enorë me vizitu, Sajitin e kom në kallëzu pak a shumë se ku jeton aty, që që hadere me njëve. Sajit që shevlo? Shpo kalan? Me shëndet? Familja? Me halë me dirde? Me shnet që shi? Për dhe sot e ki shnet në sanë e tjera shujnë e vinë, Vëlla, ti jeton sot e barakat? Po, jetoj vetë i trejti, me grua me djalë. Këtu jetoj që 10 vjetë. Që 10 vjetë? Po, kam djalin dhe gruan për kësaj smujnë e epilepsisë. Do të thonë, gruan dhe djalin e ekipi epilepsisë. Okej. Kam kushtet e rënda, me një rrugë s'po më as me marrë shtëpi, as me pas zgjedhje diçka, edhe ilaçe s'po më dalin që duhet, me hangër me pi qysh me thonë ju Bashkënatshëm. Knasi, po ç'a me po. Tregom, çka punon vëlla Sajit? Valla po në servis si kërë se ato lare dyet një vend e ka ai shefe, kur ka nevojë më thirr, kur s'ka nevojë rrin shtëpi. E so paguash vëlla këtë plusë po. Valla veç me 10 herë 15 më shumë se mia. Ndite. Po. A ditë për ditë kështu rregull ju. Nuk je rregull punë. Jo, veç kur ka nevojë me pastru nëse në vend, kur ka bërllëga diçka më thirr. A hina vëlla shumë edhe shpinë për manga ofër pak. Hajde hina vëlla më na shohë. Ja vëlla, kur me hinë shpita me motë nuk hi atë shpitone. Më thonë Sajit vëlla, që kjo është pjesa e korridorit. Okej, apo vazhdojnë apo të qine nga pak ma drejt, okej. Dhe më thonë Sajit, qëto ki pos derë vëlla po qka? Derë më se hinë ke fteftet, i është edhe derë qelë, du kemi më shelë se puna fteftet, i ke jina djalli fteftet, i vogël, smut. Du më shelë se s'kisha zgjedhje tjetër. Do thonë e kem shelë me i verit? Një farë drasë, ku qitë se sësha drasë me tha po, sa për mësë me hi pak të minalë. Pak a shumë e mujtë me nalë, qysh, okej. Kjo është si kuzhinë, asë ujë që është dohet s'kena, herë ka. Do më thonë, krejt qelë është për funi. që kjo pjesa e kuzhinës. Kuzhinës, po. Që do thonë, as ujë s'ka për shumë edhe inë pala. Po. Shumica. Sa banja është që ato, Do më thonë, Spanja që është dohet vallon qelë krejt, to është, s'ki që më thonë. Shijet, krejt që qelë. do ma huqe puna, mos më lagën kumt. Kishë më stërë. A do më thonë, komplet shpia nalt është vish me drasë? Krejt me drasë, është vish drasë. Komplet vish drasë është? Wow. Do më thonë, qëtu lahen e? Krejt që të lahën pastruën, të ishat, krejt që të i... Vëllaj, ka gjarane paske. Se paske let. Pasha zëte, e ditë s'mu, pasha zëte ka nejtë nuk pa t'i vejtë, ka rëgë që të rritet, kërrit, s'pa ti ku jam. Edhe shtu mëra pa ki pas derë, lo? Ne ku pas një derë, që ku pas jetu, ja një vetë a dy, pa ma shumë këtë barakën, u ko një familje ma heret, ku jetu që atë një dhumë veç me grua me djallë. Dimrit ma ka kalu, që atë ku kalu për shumë të ku pas zgjedhje krejna. Tregom vëlla, a keni për shembull të lashe pej kafshëve? Ka të lashe vëlla, hinë qanë, hinë moca, hinë gjarëve, pra me ku hinë pej gjarëve që të ishë pas hinë pej këtushit, krejt qilë që është të Po ta shina dhe mrena shoj. Gjarëve, pra me ku hinë pej qëtushit. Do të thonë, ka hidje gjarë një mrena, Po lo? pasha zëtën. Hina dhe shtu, lo? Ka gjarëve, ka me, ka tanët. Ty paske vëlla, këtu paske rrezik edhe për rrymës. E rryma rrezik ma shumë, rryma rrezik. Se që ka vëllat... Ka këtë shtreme jashtë. Këtë shtreme të i kam, as sjalisë nuk kam, qysh me thonë me... Qysh e janë kope po në të prese, kështu si janë, veç me ka Do vëllat thonë që kollat e zgatma, Tu. e vëlla tash, që kjo është dhoma... A që nalë për shok, ka këtë hapa sa mos nis me një edhe lulet mrena. Që janë të rrit pi jashtit. Për jashtë kaj bari, gatë kaj pa hin qelë. Këtu mrena. Tregom,
Vëllot që kjo është dhomë që e shfrytëzoni bish për miter teshat. Po, që të na i sen. Okej, apo kthesh të vllotën, Po, na i sen me lau që të na i ku të mallon ai kush na i mundsi edhe më ndihmu, ai tepeja na i diçka po duhet me lau që të s'po kam ku i lau. Okej, domethënë vëllot që kjo pjesa ku ju i tërë me teshat si shumë me dhomë. Po dhe këto shumë, domethënë Katastrofë. këto rrezik me të mzonë dhe tavani vëllot. Jo më kaj çfarë që kur e kom qit një dros, që krejt qilosh që krejt qilosh ja kom rrosë për me mos më rrotu krejt. Vëllot, domethënë që 10 vjet jeton çdo kushte. Që kënina ja kom qit këtë drosët. Që veç ja kom shti puna. Po mos ek. Mos më hi ftavë, mos më hi na çana na sam. Domethënë këtë më çka laknina, vëllot, domethënë këtë biçi pas kem shel birat sa pas Po, kem. sa mos më la krejt me hi fryma. Okej, a vazhdojnë vëllot në dhomën e ku flani vëllot, më kallëzim as po e bëni gjumin. Okej. Domethënë që kjo është dhoma e gjumit vëllot ku e bëni gjumin jo? Po, ç'të. Ama dhe kjo ka Katastrofë, krejt ndrosë është vëllot. Kej drosnal. A pik vëllot dimrit ose kur bën shi a pik? Po, pik, që. Krejt qelër që vija ku janë, qëre. Për funë, krejt qelër. Krejt gjomët e thynë kohë. Që kjo aja në tona një. Okej. Po këtu bësh drejtarët e vjetra drunit shumë. Drejtarët e vjetra. Vëllot tregom a mundesh ti me borë në dhem çit shtëpi? Vallahi vëllot. Pse? Se kjo është e shtetit, kur du në qisin. Si interesën a kitu ka skip shpija, si interesën pak me dorë kur bëhet një stekatori se ka pisane hiqi. Domethënë këtë shtëpi në emër tëm ose është është e shtetit, pronë e shtetit. Kur duan na ikën ta. Domethënë s'ka shans me borë në dhem këto, më dosh me rregullu diçka. Se Se mundën me qit, është rreziku për me qit. po, valla për çata. Ti sot ush në që këshyra pet ku bëhet një javë çesi për këtu. Sot Tregom vëllot sa vjeçar je ti? kam 36 vjet. 36 vjet. Djali sa vjet i ka? 13 13 vjet. Nusja? 35. 35. Domethënë djali në nusën e kimi epilepsi. Po, dyt. Tregom vëllot sa po është e vështirë për ty, edhe Pasha në kushte zote. trona, po edhe mu Veç kujdes. për një që e din ka në kos smut, aje e din vetë mami se one. Se dytë smut, në barok, me një rrug, a mund është me myt me hanga, me pi, apo me qullë për mjek. Nuk po di pasha zë A që ka. ndodh me qush pesha për mjek? Valla jo, për jo ndodh. Pasha zë dhe mësë me konë të shuk për tyne, falë në respekt tyne, ka një bërë që për duhet me hinë tjetë e konë, sa për mësë me lau, për i lau që a di shka. Shumë fanë dhe një doktor që i kontrolon e respektoj e du që vlau, së më ka një mu. Gjithë kontrola mi hik pa pagesë, se e ka privat, Po po pagesë. tash në privat, po një herë kontrolon, dytë e pa Po shka du. fiks. Vëllot tregom a pagun qera diçka këtu ju? Jo, qëro nuk paguj veç ujë e rrim. Ujë dhe rrim Po, pagun. valla ujë e rrim, ka 100 herë kote ujë e rrim, po shkujnë. Vëllot, ka rrezik si me të zonë në tavani. Ta, Vazhdojnë edhe vëllot. problemi është rrima, a pishe vetë, qërë sjalicë, veç këqyre. Po. Po duhet sjalicët me apo qështu, qërë koblën në për tu, për me shti sjalicë, që. Nëllë, që për qështë duhet me shti. As shtikira qështu është që janë di krejt. Për rrimës, heq, shtin, zërë. Vëllot vazhdojnë edhe te salloni. Ma sakt. Vëllot, dol dikush nështë të ka thonë po du me të një mund. Pasha zëtë e për momente ju, së do të kush ka pak dëhar që të dima me kanë pru me shaqau të këtyne Shnash, s'do me nëmri shnash. këtyne jetima. Jetimat e balkonit. Ka pak, po. Okej. Okej, vëllot që kjo është një huqi i laborit edhe ai shpesh më nimen. vëllot domethënë që kjo është Si dhoma e ditës Po që rrina që të... që rren jo këtu. Sa het tregon vëllot për çka ki nevojë ti më shumë ti? Pasha zëtë ma shumë zërë jam për një shpi. Për një banem ku që ndodhë, bile me di që kam mi alo djallet. E nej se me zotë nga me ndodhë, bile e di ku na ja kum lo një shpi, e di që ati djallit e me dhe bile me zhektina, e di që ja kum lo një stërën. Nisërëm. Kështu me një rrugë ty për s'ka më mujtë korë, edhe 100 vjetë me jetu, shansë të ike me avaru shpidje. Vëllot, una kismet zotit, dash zoti Inshallah, amin. me shiku që përna njekin këto momente, Inshallah. se shqiptarët për një me janë shumë zemër gjonë, edhe janë shumë bamirë sa shumë humanitar. Me dash zoti, me morë dikush iniciativë, Inshallah. edhe të paktën një shtëpi ose një banesë sa do të vogël, sa do të madhe të paktën në pas tonën. Edhe për asë ka ma shumë me posë mundësi, për shumë tash nuk po tham
bane i ose shpi, po më shumë pi kam problem edhe me mjek, mas por kjerton ju, lejen ju, të me shku në Pollush, mu këthy, se Pollush atje që jam i Pollushës, me shku atje me maru shpi, mas por nuk pëdi ka... A ki tokë tonë vëlla? Në mërë bobës, alo si kina do. Alo si keni do. Vëzë me thonë tokë tonë për shembull nuk ki. Me dosh dikush me ta marru një shtëpi, në tokë tonë mund. Në me bobës është, po alo të ndea, kështu si kina do kur gjokur, po edhe me marru një shtëpi nejse, pasha zote, nuk di ka shkaj. Në 2 smut, kam i qunë në përmjet. Pasha zote, taksi mi paku pej Pollushit të Ndrenas, në erdha tërë nuk vjen. Edhe i të mi qunë, edhe i të mi dha nuk ci, na nuk ci na i fozjure, po duhet mi bli atë me por. Një kontrol të merr 20 euro, ka më shpi me 300 euro. E do me thonë vëlla ti tokë tonë në ki. Po. Që mundet me ta marru njëri një shtëpi në tokë tonë. Po. Okej. Shikus në rrumë, ju që keni qef, më orë me posa itin për nga ofër, edhe gjendjen e tina, e gjeni tek barakat e Feroniklit, a? Po. Këtu në Ndrenas. Unë e masë jetë për vetë me sytë mi, sa i të betejke në ka gjasi shumë kushtet mjerushme, po ashtet edhe shtëpia ose baraka ku ky po qëndron, ka një men kushte shumë të këqija, shohu që kish rrezike me ra plafoni, po ashtet goxha rrezik se kish edhe vene të hopna ku më ishin me hi që të cekë edhe këtu më herët gjerpën apo diçka tjetër. Kështu që unë kisha bu thirrje publike që jo cilët muneni ose keni mundësi të paktën mi dal zot, ka pak krejt çat munem ç'isht munem, me mujt mi grëmbullu do pare edhe të paktën një shtëpi mi anis ose na i banes diçka të vogël mi asiguru se me një rrugë njëri ka gjasi vështirë vallor mi adal. Shumë të rikë me një rrugë me 300 euro, 100 vjet me jetu, pasha zë s'ka me mujtë më marru shpi. Tregëm, a ki shpresë që me herë pas në shpitonë? Shpresën të që tash për të ka të drejtë më ka hup krejt. Po shu që zëtë ka unë ashtë edhe njerës të mirë. Tash nuk po di që me ka shumë njerëz mirë, sidomos shqiptarët janë shumë humana. Po, tash shpresë se krejt vish ai nalt edhe na kontur, ai edhe më shumë për vetë për të ka të drejtë te momenti më rom se kum të rzu. Asa kam jetë më të rzu, vish ai nalt kontur sholla të nzu taj. Ti kush i fal? Kush i fal? Bile hiç më sukses për mua bile për çat jo, më apo në shtëpi. Në shtëpi. Valla, un mos tash më vjen me shku, mos më mërzet valla. Mos tash më vjen me shku. Dosh zoti inshallah shimi prap. Inshallah shimi valla, ama kur të vi inshallah të vi si musafir në shtëpi të re. Inshallah. Dosh zoti. Inshallah. Kështu që valla, bëma halal ku po të lo. E dosh zoti kur vi herë të çodi ka shumë më mirë. Inshallah faleminderit. Truj zoti valla, ma bëni halal. Shikus ndërum. Unë çapota më thonë thash edhe më herët, jo cil keni qef sa jetë malukut më ndihmu muni më ardh me pak këtu te shtëpia. Ju kallzohet e barakat e Feroniklit në Ndrenas, e keni. Po ata cilët dojnë minimu sa itet, komelon edhe emrin edhe mbiemrin e tina, po ashtu edhe numër telefonit, ju që keni qef minimu diçka, ju që mas pare e keni vullnetin e mirë, Zoti ju rujt, kaloni sa më mirë, inshallah shimi herave tjera. Sa i të na pizë Allah. Për të mirë inshallah. Respekt.